Nëse do të kishit mbyllur sytë dhe do të dëgjonit tonin me përmbajtjen e retorikës politike që dominon në Shqipëri përpara zgjedhjeve të kësaj jave, mund të mendoni se keni dëgjuar Donald Trumpin. Të dy kandidatët kryesor pasqyrojnë shumë nga tiparet e tij karakteristike, një prirje populiste, një përbuzje për kontrollin dhe balancimin, dhe mesazhe të ngarkuara emocionalisht dhe polarizuese që e turbullojnë vijën ndarëse midis leadershipit dhe spektaklit. Shqiptarët shkojnë në kutitë e votimit më 11 maj për zgjedhjet parlamentare dhe si shpesh më parë, vota përqendrohet te personalitetet dhe jo politikat, te individët mbi institucionet dhe te sundimtarët në vend të udhëheqësve. Në krye të sondazheve dhe që pritet të fitojë është kryeministri aktual dhe kreu i Partisë Socialiste, Edi Rama, i cili do të siguronte një mandat të katërt të paprecedent. Ai është tashmë udhëheqësi i dytë më i gjatë pas luftës në Shqipëri pas Enver Hoxhës. Një fitore tjetër do të jepte atij 16 vjet në pushtet, dhe fuqia është ajo që është. Arti, veshjet dhe stili gjuhësor përforcojnë imazhin e një demokrati modern dhe të ndritur, por shqiptarët dhe diplomatët me bazë në Shqipëri e din se pak ose as pak vendime të rëndësishme nuk arrin të kalojnë në tryezën e tij. Mandati i Edi Ramës është shënuar nga korrupsioni i rrënjosur thellë që mbin në formën e ndërtesave të larta, duke hedhur hije mbi aspiratat e vendit për NBE. Media dhe raporte të tjera kanë nxjerrë vazhdimisht lidhje midis establishmentit politik të Shqipërisë dhe rrjeteve të krimit të organizuar, të përfshira në trafikun e drogës dhe pastrimin e parave. Një studim i prillit 2025 nga Iniciativa Globale kundër krimit të organizuar transnacional theksoi rolin e mafias shqiptare në tregtinë globale të kokainës, veçanërisht përmes portit të Durrësit, i mundësuar nga korrupsioni brenda institucioneve politike, të zbatimit të ligjit dhe gjyqësore të Shqipërisë. Lidhjet e Ramës me këto aktivitete mbeten të paqarta, por gjatë 12 viteve ai ka zbehur vijat ndarëse midis shtetit, partisë në pushtet dhe vetes. Prania e tij e kudo ndodhur në media dhe jetën publike shqiptare përforcon perceptimin e një kontrolli personal të pushtetit. Shqiptarët do të refuzonin të toleronin këtë dhe me siguri do ta votonin për rrëzimin e pushtetit të Ramës, nëse do të kishte një alternativë të qëndrueshme. Fatkeqësisht, mallkimi i Shqipërisë është mungesa e një personi ose force tjetër për të sunduar, duke pasur parasysh interesin publik. Rama po rrëshqet sepse opozita është e përçarë dhe e përçmuar. Në krye të Partisë Demokratike kryesore të opozitës është Sali Berisha. Po, ai Sali Berisha, ish antar i Partisë Komuniste dhe mjeku i byros politike, që shërbeu si president i parë postkomunist në vitin 1992 dhe u rrëzua me rënien e skemave masive piramidale të vitit 97, që qeveria e tij inkurajoi dhe i lejoi. Ai mbijetoi asaj katastrofe dhe u rikthye si kryeministër për 2 mandate, 2005-2013, kur korrupsioni dhe autoritarizmi i tij i pamëshirshëm i hapën derën Ramës për të marrë pushtetin. Ngjarjet e fundit në Washington, përkatësisht rritja e Magas dhe Trump, i kanë dhënë Berishës një mundësi të tretë. Ai tani po përpiqet të bëjë Shqipërinë e madhe përsëri dhe po paguan bujarisht për ta bërë këtë. Si këshilltar të fushatës ai punsoi Chris Lasivitan, i cili ndihmoi në drejtimin e fushatës së fundit presidenciale të Trump, dhe partia ka angazhuar firmën lobuese Continental Strategies me seli në Florida për $6 milion në 2 vite. Narrativa Berish-Lasivita është e qartë. Forca të djathta me gjak të vërtet kundër Ramës së Majt, të mbështetur nga Sorosi, i cili, ashtu siç bëri Biden me Trumpin, u përpoq të eliminonte Berishën me gjyqe të rreme dhe gjykata të politizuara. Përtej zgjedhjeve, një tjetër qëllim është sigurisht heqja e Berishës dhe familjes së tij nga listat e personave të padëshiruar në SBA, ku ai u rendit në vitin 2021 për shkak të korrupsionit të konsiderueshëm. Fotot e Berishës nga Mar-a-Lago mund të vinë së shpejti, por jo kaq shpejt, thotë Rama, pasi ai ka punuar me Trumpin më parë dhe e ka mirëpritur rikthimin e tij në pushtet. Më rëndësishmja dhe në gjuhën merkantaliste që Trumpi e kupton mirë, Rama ofroi ishullin e Sazanit në kryqëzimin e deteve Adriatik dhe Jon, te dhëndri i tij Jared Kushner, për ta zhvilluar si një vend pushim luksoz. Detajet e ofertës mbeten të paqarta, por ndërsa të dyja palët konkurrojnë si favorit të Trump, Rama mund të gjendet në presion për ta bërë marrëveshjen më të mirë. Ndoshta Kuçova, e njohur si qyteti i Stalinit gjatë epokës komuniste të Shqipërisë, mund të riemërohet përsëri. Në teatrin gjeopolitik të sotëm, qyteti Trump nuk është i pamundur, ndërkohë shqiptarët janë të bllokuar midis njeriu të fortë të gardës së vjetër që e nxorrën jashtë loje dhe atij të rafinuar dhe të aftë në media që kanë tani.